për me rregullu ilin. Përpara se t'ju them kush janë avantazhet e mia dhe kush janë secili në këtë bashki të re të Durrësit, të ndjej që xhepi vet ka më shumë ta atje ku duhet të ketë rritje ekonomike. Të tjerat janë pallavra. Për sa i përket asaj, njerëzit takojnë dhe thonë duam punë. Nuk kërkojnë asgjë falas, të duhet. Po kush është një milioner tjetër këtu, se unë s'jam gjithashtu. Të bësh rrugë me taksat është detyra secilit. Problemi është çfarë lloj rruge bën? Problemi është me ato taksa ke shpërdoru apo jo? Dhe problemi është nëse ato taksa, pasi ti ke bërë rrugë, vërtet kanë sjellë zhvillim. Asnjë nga këto të treja nuk ka përgjigje në bashkinë e sotme të Durrësit. Ai është një model i dështuar i zhytjes së qytetit në atë që është grumbullimi i betonierës vet dhe i zhytjes së qytetit në atë që është varfërimi dhe papunësia. Ajo që unë ju siguroj është që pas momentit që do marrim bashkinë të madhe, do të vlej të merresh me bujqësi, se 30% subvencionimit dhe të fondit garancisë do t'a jap bashkia për çdo projekt fermeri, bujqësie dhe blok plektoral. Për ta çuke tregu dhe përfundon që tregu i Durrësit, çesi domatet e importit, kastravecat e importit. Ke edhe një lum aty që sigurisht kërkon ende punë për shku ke ai lumi që i thunë një llafe, ato s'din gjë tjetër pa i thot, a do ikesh apo parenca me hartën komunitet. Nuk mund presësh ti që komuniteti të vijë gjithë ke bashkia. Duhet